A e ke ndjerë ndonjëherë shpirtin të dridhet nga madhështia e një qasti? A e ke përjetuar ndonjëherë ndjesinë e një nate që vlen më shumë se 1.000 muaj? Nata e Kadrit nuk është thjesht një natë, është një portë e hapur mes qiellit dhe tokës. Një moment ku çdo lutje, çdo pendes dhe çdo lot kanë peshë të paimagjinueshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar: kush e kalon natën e Kadrit me besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, atij i falen mëkatet e kaluara. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Imagjinoje një natë ku engjëllët zbresin, ku mëshira e Zotit mbulon çdo zemër që e kërkon atë. Një natë ku fjala amin nga gjuha jote mund të bëhet shkak për ndryshimin e të gjithë jetës tënde. Nëse ke ëndra, lutë Zotin. Nëse ke mëkate, kërko falje. Nëse ke dhimbje, del lotët përpara tij. Sepse kjo është nata e cila mund të ndryshojë gjithçka për ty, përjetësisht. Mos e humb. Mos lejo që të kaloj pa e kërkuar atë që zemra jote më së shumti ka nevojë. Allahu na e pranoftë ibadetin dhe na e dhënë këtë natë si shpëtim.